Në tavolinë e kena lajmin, e kena grapefruitin, e kena lime juicein, tequilën, edhe alkoholin bashkë me gotë, edhe kripa. Kjo është kokteili Paloma, me çto kena me garu. Countdown fillon tani. Shkruan Fresco të shohim se çfarë do bën Fresco. Rin gotën një herë, shumë mençëm. Bravo Fresco. Shumë mirë, tepër mirë. Këp të fshëm ove për në tënë. Najtë framta. Jo, më shakull full. Plot. Hajde. Bravo, mjaftueshëm, besoj. Po. Shkojmë. Hajde. Dozeri, jo metoda e tahminit, bravo. Fenomenal në hudhjen e tequilës, miq të dashur. Miq të dashur, jam dora e majt. Pa. Elegant. U kry, një minut, kopëm ne, jo një minut, po një minut. Koktelën e ke kry. Amazing. Cheers. Rundi 2 me orgesin, qeli këpot, vazhdoj. Countdown fillon tani. Pyrja gotës fenomenale, prekje elegante në krëp. Pa. S'ka lidhje, sa në që ndodhe. Më nami kap një ka një. Ma shpejt, se ti ki koha. Dush me kona i shpejt se Fresco. Bravo, mjaftueshëm. Qëtë të kilën. Metoda e tahminit tahmini. Kjo është metoda më e mirë e shqiptarëve. Tjetra Garnishin u kry. Qaja. Përfundon që s'ka miq të dashur, tani është pjesa e juris. Cila ke pjesa më e vështirë për me bë koktelin? Pjesa më e vështirë për me bë koktelin ke një asice, ke pak e vogël kjo që ka, po përgjithësi nuk ke koktel i vështirë as pak. Mundesh me bë gjithë kush në shpejt, kështu që jo drejt. Easy peasy. Për ty? Për mu ke garnishi, se Fresco si ke kallzu që ka është garnishi mu jo. Ti ke mungun qato. Okej, edhe një pyetje, api pëlqen me krep apo pa krep? Hala nuk mra me provu shumë dhe i të provën të po masane na po besoj që pa krep, se ne më kështu jam. Po ne di sigur që pa krep. Hajde ta shiksh. Pak ujë të pos me ti. Se do ta merr. Përdore pak metodën e tahminit për që ato nështë je penalizu. Shpresoj shumë sukses në garat e ardhshme. Faleminderit juve. Fresco? Ma pak fat herën tjetër. Faleminderit zoja të zotri, krejt që ka muna mi u thonë, unë e bashkë me Vajtrinin. Cheers.